janë dhanë ato të gjitha licencat. Nuk kemi marrë konkretisht me emrat, po licencë kush përveç njerëzve të lidhur me drogën dhe ramen nuk merr. Besoj se është e qartë ajo. Aty s'ka pas një tender për marrjen e tyre. Nuk është hapur një skan ata, këta ka japin. Do të thonë që se kush është qëndron përballë kësaj. Përballë kësaj do të thonë gjithmonë mund të qëndrojnë grupet kriminale. Pra që përcaktojnë zonat se ku kanabzi ka të hëtësën material. Është bërë me listë të mbyllur, jo me tender të hapur. Që duhet ta kesh 25%. Pra, kjo procedurë, siç është ndjen në Kanada ose në vende të tjera, bën licenca transparente dhe përcaktohet zona e parcelës ku ti duhet mbjellësh kanabit. Kjo praktikë është bërë në gjitha vendet ku lejohet kanabis. Jo të miratosh 29.400 hektarë dhe dalësh me lista në përduar të është ku e ke tokën ti? Këtu, po. Tani. Problemi është se mbilën 1.300.000 rënjë dhe unë e lash me të lirshëm 2 metër katror rënja. Se janë disa më të vogla se këta i kanë sofistikuar farna, tani kanë sjell farna që 45 ditore tjere me radhë. Pra që e mbjellin 2 herë, 3 herë gjatë vitit. Po kjo është një sasi e pandëgjuar kur ndonjëherë. Atë marrin të gjithë partia krimit, kush e merr? Janë plantacionet partisë krimit. S'mund të jetë tjetër kush.